4 tetor, gëzim I pakufishëm. Dhe I bëra të njohin emrin tënd, dhe do ta bëj ta njohin që dashuria me të cilën ti më deshe mua të jetë në ta dhe unë në ta. Gjoni 17:26. Kjo ishte lutja e Jezusit një natë para se të vdiste. Përfytyrot që të jesh në gjendje të shijosh përjet atë që është më e kënaqshme me një energji dhe pasion të pakufishëm. Tani nuk po përjetojmë këtë. Ka 3 pengesa për kënaqësinë tonë të plot në këtë botë. Njëra është se asgjë në këtë botë të krijuar nuk ka një vlerë personale aq të madhe sa të përmbush dëshirat më të thella të zemrave tona. Pengesa e dytë është mungesa e forcës për të shijuar thesaret më të mira në vlerën e tyre maksimale. Dhe pengesa e tretë që qëndron në rrugën e kënaqësisë së plot është që këtu gëzimeve tona u vjen fundi. Asgjë nuk zgjat, por nëse synimi dhe lutja e Jezusit te Gjoni 17:26 bëhen realitet, e gjithë kjo do të ndryshojë. Ai u lut që dashuria me të cilën ti më deshe mua të jetë në ta dhe unë në ta. Kjo është dashuria pafundësisht e kënaqshme e Perëndis për birin e tij në ne. Nëse ne kënaqemi në birin ashtu si Perëndia kënaqet në birin, atëherë objekti I kënaqësisë son, Jezusi, do të jetë I pashtershëm në vlerën e tij personale. Ai nuk do të bëhet kurrë I mërzitshëm, zhgënjyes ose irritues. Nuk mund të konceptohet një thesar më I madh se biri I Perëndis. Për më tepër, aftësia jonë për ta shijuar këtë thesar të pashtershëm nuk do të kufizohet nga dobësitë njerëzore. Ne do të kënaqemi në birin e Perëndis me vetë kënaqësinë që Ati ka për të. Për këtë u lut Jezusi. Kënaqësia e Perëndis në birin e tij do të jetë në ne dhe do të jetë e jona. Kënaqësia jonë në birin. Kjo nuk do të ketë kurrë fund, sepse as Ati, as biri nuk kanë fund. Dashuria e tyre për njëri tjetrin do të jetë dashuria jonë për ta, dhe përpasoj, dashuria jonë për ta nuk do të vdes dhe as do të paksohet kurrë.